Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier përfundoi hetimin dhe dërgoi në gjyq shtetasin Adela Hysenaj, drejtoreshe e përgjithshme e taksave dhe urbanistikës, shtetasen Anisa Ciapi, drejtoreshës së taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Fier, si dhe shtetasin Vasil Çeku për vepra penale, shpërdorim detyre dhe ushtrim indikimi të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike parashikuar nga nene 248 dhe 245 fraksion 1 të Kodit Penal. Nga hetimet mbi procedimi penal numër 68 të vitit 2025 të regjistruar kryesisht për këto dy vepra penale, rezultoi se provuar se shtetasja Adela Hysenaj në cilësinë e drejtoreshës së përgjithshme të taksave dhe urbanistikës në Bashkinë Fier nuk ka marrë masat për vendosjen e kasës fiskale në sistemin e parkimit të bashkisë, duke lejuar shmangjen nga pagimi i detyrimeve tatimore në vlera të larta. Gjithashtu, mbi shtrimin e ndikimit të palishëm prej të pandeuros mbi drejtorinë në varësi janë realizuar faturime fiktive të subjekteve, duke i taksuar në vlera më të ulta. E pandeura ka ushtruar ndikim të palishëm edhe tek drejtoresha e taksave në Bashkinë Fier për të kryer përllogaritje të parregullt të taksave të subjektit RSHPK, si dhe për të lëshuar një vërtetim se ky subjekt nuk kishte detyrime, ndërkohë që ai ka patur taksa pa paguar në një vlerë të konsiderueshme. E pandeura AC, në cilësinë e drejtoreshës së taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Fier, ka lëshuar faturat të taksave dhe tarifave mbi vlerën reale për subjekte të caktuara, dhe pasi u janë njoftuar subjekteve të cilët kanë bërë ankesa, vlera ka ndryshuar, duke ulur në disa raste edhe tej parashikime të vendosura nga Këshilli Bashkiak. E pandeura ka realizuar faturime fiktive të subjekteve, duke i taksuar ata me taksa me vlerë më të ulët se ajo për të cilën ata duhej të taksoheshin. Gjithashtu e pandeura nuk ka marrë asnjë për fiskalizimin e pikave të parkimit të mjeteve në administrimin e bashkisë. Ndërkohë i pandeuri VÇ, me urdhrin e nxjerrë prej tij, ka detyruar inspektorët të kryejnë kontroll në një subjekt tregtar pa pasur më parë një urdhër pune nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Pas kryerjes së kontrollit, e pandeuri nuk ka kryer procedurën ligjore për të kërkuar kontroll në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe nuk ka mbikëqyrur fushatën sensibilizuese, pasi nuk është kontrolluar asnjë subjekt tjetër. Në përfundim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier dërgoi çështjen në gjyq në ngarkim të shtetasve. Adela Hysenaj e akuzuar për kryerjen e veprave penale, shpërdorimi i detyrës dhe ushtrimi ndikimi të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, parashikuar nga nene 248 dhe 245 fraksion 1 paragrafi 3 i Kodit Penal. Anisa Ciapi, akuzuar për veprën penale, shpërdorimi i detyrës i parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Vasil Çeliku, i akuzuar për veprën penale, shpërdorimi i detyrës i parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksioni i përgjithshëm Fier shpreh angazhimin e plotë dhe vënie para përgjegjësisë ligjore të të gjithë punonjësve shtetëror ose në shërbim publik që kryejnë vepra penale kundër veprimtarisë shtetërore. Prokuroria bën me dije se çdo person prezumohet i pafajshëm derisa nuk vërtetohet fajësia e tij, me vendim gjyqësor të formës së prerë.